Të nderuar miqtë të isë, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Ky është emisioni Rruga Ndriçuar me profesor Dr. Shevqet Krasniqi, në emisionin drejt për drejt dhe njëkohësisht sigurisht i hapur për gjithë dëgjuesit dhe shikuesit tanë. Pyetjet juaja presmi përmes linjës telefonike edhe po ashtu me SMS. E pastaj padyshim të të merrni këshillat apo përgjigjet nga hoxha i nderuar. Hoxha, selamu alaikum i serdhe. Aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Atëherë, para se të vazhdojmë me pyetjet, po e bëjmë një pyetje realisht që ka të bëjë me situatën aktuale në Kosovë, konkretisht me një vrasje që ka ndodhur sot në qytetin e Felizajt, ku një nën e moshës së re e ka mbytur fëmijën e saj. Pra ka shkuar në spital për ta lindur, pra kjo është komunikat zyrtare, ka hyrë në banjë, ka thënë se jam mirë dhe pastaj ka mbytur fëmijën në banjë. Pastaj mjek kanë hap derën e kanë kontrolluar, mirë po fëmia pas disa orësh ka ndruar jetë. Ka po shkojmë si shoqëni, pse po ndodhin këto vrasje të rënda, nuk ka vrasje të lehta se por në fakt nëse krahasoj me disa raste, ky është e mundë një nan ta bëj këtë. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Njeriu sa të jeton çuditëra dëgjon. Dëgjon sene të mira e dëgjon sene të këqija. Por të shku pe kiametit, të afru sa më afër kiametit, gjërat e këqija të cilat i dëgjon janë më shumë se sa të mirat, sepse përhapen dukuritë negative, bëhet fesad i madh. E fesad i madh është rrëmuj, është barazi me antivlera, çrregullime brenda ligjeve të Zotit. Në vend se vajza më martu me burri, më shku te burri me lind, ato lindin, apo njëherë bëjnë imoralitet, përhapet imoraliteti, zinaja, e pastaj me pamundësi shumë herë, apo disa herë, me abortu në fazën e parë të shtatzanis, dikur ma vanë më mjekët nuk guxojnë, dhe shoqër që nuk guxojnë, sepse është vrasje e një krijesë të Zotit me momentin që i hyn shpirti në trup embrionit. Është vrasje. Dhe shoqër Zotit që ligjet nuk e lejojnë një veprim të tillë. Nuk e lejojnë dhe kjo është për të përshëndetur. Tani arrin me bën njerëzit në zeze ndiko nëpërmjet lekëve, njeftësisë e tjerë. Është diçka tjetër, por zyrtarisht nuk guxojnë. Nga se humbin punën, gjobiten, burgosen, dënohen e tjerë. Sipas natyrisht ligjit fuqi. Por lindja e jashtëligjshme është rrjedhoj e moralitetit. Do të më shkoj rand gjanave. Se kjo që të rregova apo që dëgjova tani është pasojë, rezultat e kallabllak hapave fesadit të mëhershëm. Fesad në shoqëri, në moral, fesad, ku institucionet shtetërore, arsimore, u japin mundësin nxënësave, të cilët janë të papjekun, adoleshent, edhe në fillorën të mesmen me bu fesad. E pastaj, pasojat vinë, njëra pas tjetrës, deri tek e fundit, ku me quat fëmijë të cilën e ka fëmijë të jashtëligjshëm. Ku me quat? Dhe ja se çka bën shejtani mallkuar. Tash në këtë rast nuk e di, sepse tash po ndëgjoj, por zakonisht kësa raste, tash mes ta marrë rastin konkret. Po dhe nëse merr rastin konkret, pse mytë vladin ajo? Aja të vlad, ose e ka
me ujë halal, legjitim, pra me bashkëshorten e vet, ose ka jashtëligjshëm e që në terminologjinë fetare themi me zina. Nëse ka me zina, e ka mëkatin e zinas. Nëse nuk e ka me zina, për që ati mëkati shpëton, por mëkatit i dytë, mëkatit i mbytjes, e shpirtit, të një fëmije, të një njeriu me jetë të plot, ati mëkati ati krimi nuk e shpëton. Gruaja e tillë, e cila e mbyt fëmijën e vet në këtë formë, ajo ka bërë dy krime të rënda, secila më e rëndë se sa tjetra, por gjithsesi e dyta është më e rëndë. Ka bërë krimin e zinas, imoralitetit, kontaktit të jashtëligjshëm, edhe ka bërë bashkë me të krimin edhe më të madh që është përpjekja me mshef atë krim, respektivisht vrasja e frytit, njeriut, fëmijut, me shpirt. Dhe si ndëshkim për te, në këtë dynja, e ka ekzekutimin ajo. Në këtë dynja, një grua e tillë duhet të ekzekutohet. Po tjetë shteti islam, një grua e tillë dhe ekzekutohet. Ajo veç nan nuk është. Ajo veç nan nuk ka. Për ata më martëran kur thete një nën, vi thuj një dreq, mësë nan, po thuj një e ashtu quajtur, apo mënyrë figurative, apo heq më si thuj, po thuj një ka flartë, një dreq i larum. Se pa pas shpirtin dreq, shejton, pa pas shpirtin nalet katil, shpirt katil shot populli. Pa pas shpirtin katil, nuk e mbyt as të hujin se lere më tanën. Qa ka faj fëmiju? Që këtë fëmi, që mbyt këtë formë, këtë mënyrë, në ditën e kiametit këngjallet gjithsesi, sikur se ne të gjithë. Dhe këtë fëmi, edhe miliona e miliona fëmijë të tjerë, të cilat vriten në këtë formë, të gjithë këta e lypin hakun e vetë ditën e kiametit. Çfarë mëkati bëra on o Zot, që nana pa baba me mbëtër mua? E Allahu na ka tregu këta, ai na ka tregu. E ka thonë Allahu, wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Ajeti ka zbritur për mëkaset. Ajeti ka zbritur për mëkaset. Arabët e Mekës, të cilët një pjesë e tyne, jo krejt, i mbëtnin vajzat e tyne të posalindura dhe i varrasnin. E ndodhte me i varros edhe gjalla. Ka zbritur për ta, por kuptimi është për të gjithë ata që vinë më pas deri në kiamet e që bëjnë krim duke e vrar e vladin e vetë. Enkas për e vlad. Madje, në këtë ajet koranor, shumë herë mund të futen edhe ata të cilët e abortojnë frytin e vetë, jo shumë herë, po gjithsesi futen, pasi që të i jetë fut shpirtin e trup. Sepse ai nuk din më anku me bërtit, por ai ka shpirt. Ai ka shpirt. Andaj në mënyrë të prem, nuk lejohet në asnjë rrethon. Aborti i frytit pasi të i ketë hyrë shpirti brenda në trup. E që është pas 120 ditëve. Ndërsa nëse lind fëmiju, deli gjallë, e jep çfarë do lëvizje, çfarë do shenje se është i gjallë. Qoftë vaj, kanë, qoftë, kollitet, të shitet, të shtitet, bën lëvizje që i jep me kuptu se është i gjallë edhe më njëherë vdes. Hukmi, dispozita e këtij, baraz me një plak atje, 99 vjetë është i njëjtë në shariatin islam. Shejtëria e gjakut është e njëjtë. Mbytja e këtij
po sa ka linë dorë me pak sekonda gjallë, jetë, edhe mbytja ati që ka 80 vite, 90 vite, është e njëjtë për në kamkati. Sepse është jetë e plot, trup dhe shpirt, e ti nuk ke të drejtë, qofsh edhe nana baba mja marrë jetën, fëmiju tëndë. Nuk ke të drejtë. Krimi është i barabartë, sikur se të plakun, sikur se të riun, sikur se gruan, sikur se burrin, nëse mbyt. Andaj kjo është, që shë pashtran Allahu, që qëtë shejtani në kurth, dhe kështu përdor kurtha shejtani mallkuar. Kështu përdor kurtha shejtani mallkuar. Për një është bukuruar një herë zinan, duke thonë se kërkush nuk po të sheh. Knaqo. Relaksohu. Nuk vjen kje për dere gjithë. E tjerë. Dere sa ta rrin me bind me lanë me barë. E pastaj mundohet me thonë se bëhet mire më shefe se marrë në veç tjerë, mënyrë që me korritë në fund. Por në fund thot ka për mëte. E vetëm ilaçi është me mytë. S'ke zgjidhje tjetër ti. Mëte. Ta kur të mytë, edhe mos me kanë pa në banje këta. Ja kështu Zoti edhe masa në ishë marrë vesh. Mëte. Mënyrë që mja hub dynjan dhe mja humb ahiretin. Që atë bënë shejtani. Ja ku qënë zinaja, ja ku qënë imoraliteti. Andaj këto dukuri dohet me kap shoqëria jonë, shteti jonë, institucionet tona me kap e me analizu, me studiu, o ju njerëz. Ku po shkojnë na, drejt çkafet po shkojnë. O ju njerëz. Liria absolute është e të çmendurit. Nuk bëhet e çdo gjë në emën të lirisë. Liria e shprehjes, liria e veprimit, liria e dreqit. Liria absolute i përket të çmendurit. Dhe fëmiju të vegjël që në shkruan kalemi. Për ta fëmiju vogël, 5 vjet, 6 vjet, 7 vjet, me bo me kap armën të babës vetë në dorë, e me njek dikën dhe e me vra. A ka gjëna? Nuk e ka. E dën ligju se dënën. A ka liri absolute, e dënën qëtë pse e kalonë në dorë armën, po jo fëmijën. Edhe çmendurit njëjtën gjë. Por jo të tjerët. Të tjerët kanë liri të kufizuar. E pjesë e kësaj liri është edhe liria në moral, në shfryrën e jepsheve. Do t'jetë të kufizuar, sepse liria absolute për këtë shtazve, dhe të çmendurve, e jo njerëzve të mençur. Allahu udhëzoh këtë popull, ja Rabbi. Atëherë kemi telefonatën e parë për sonte në këtë emision, në kuadrojmë pa humbur kohë. Selam aleikum, përshëndetje. Aleikum selam. Selam aleikum hoqë. Aleikum selam. Na bën Allah se në shta për të lodhëm. Jo s'ka dërë. Isha një pyetje, kam një vlla jeton jashtë në Gjermani, e ka blen një banesë në Kosovë. Edhe i ka dhënë 30.000 euro, e tani e ka bërë çdo muaj, i fal të na vaktet edhe më duhet me respektu fenë. Që mos më marr kredit e kështu. E ka bërë me pagu çdo muaj 1.200 euro. Po tash nuk po ja arrin me pagu ato 1.200 euro, i kanë thonë ata me ja marr banesën ose po do më me zvoglu çmimin, po i kanë thonë sikur banka me pagu ma shumë, tash sikur puna e bankës që i merr me ato cincat. Ja, ka mundësi një këshillë hoqpiti nëse ka mundësi. Tamam. Allah se për të lodhëm. Jo, s'ma lodhëm. Atëherë përshëndesim. Selamu aleikum. Allah shpërblet dhe ju lehtësoft një kësaj çështje. Amen. Ja lehtëson Allah. Wa ma yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa ma yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra.
ai që e ka frikë Allahun, apo robi kur ta ketë frikë Allahun, çdo gjë, Allahu ka me qelu, ka me hap rrugë i madhe Zot te bareke ve teala. Nga njëherë duket ty se po mbyllet rruga gjatë rrugtimit, të mbyll. Ani, mundohem andej, mundohem këndej, mundohem presëm pak, hapet nisëm, nuk e dën, kthehem. Dhe ndjekom një rrugë tjetër. Jeta është e tillë. Jo çdo veprim, jo çdo punë, të cilën e fillojmë dhe kemi plan dhe jemi të përkushtuar madje, ta përfundojmë, jo çdo punë mund ta përfundojmë. Sepse s'përfundon? Sepse nuk do Zoti. Sepse se ka shkruar Zoti. E pse nuk do Zoti? E pse nuk e ka shkruar Zoti? Nuk e di. Nuk e di më atë. Sepse mbranda urtësisë së Zotit. Për ata tani çka bëjnë në muslimanët? Shka thënë Allah, fe edha zemte, fe tawakkel ala Allah. Nëse vendos për diçka, i merr masat këtë vendos, pështet e Zotit ecë. Nisja. Por nuk të dole ashtu si mendove. Dole këtë ndryshe. Ti masat e ke marrë. Zotit ju ke pështet. Tawakkul. Sebebet i ke marrë krejt. Rezultatet krejt kundër atyne që ti ke bo plan. Që e bje kja? Kjo e bje se Zotit nuk deshti. Pësum desfat, o dëmtum, o hargjum, o shpenzum, ma gjithë në lufta. Kjo dhe për lufta. Në beteja. Deri tek përpjekjet individuale që i bën robi. Rregulli i përgjithshëm brenda ligjeve të Zotit, sepse të ligjet të Zotit janë Zotit në kënë tuat. Janë tina. Ti jeton, punon, vepron brenda ligjeve të tij. Të kërkon ndihmën e tina. Të shpreh dopsin, varfërinë tënde, i varfën jeti. Nevojën e domosdoshme dhe të përhershme për ndihmën e tina. Po që se nuk të dole qysh e prite, thua Zot, na deshëm diçka, por ti nuk deshte. Qka deshte ti o bo dhe na pajto me kaderin tënë. Tamam, e marrëm kjerën, e bëjmë servisin, e rregullojmë, ku ta dion, dhe nisëm bashkaresh ku, ndash në Qabe, ndash në Stamboll, ndash në Durrës, ndash në Shqipëni. I mërëm se bepet krejt. Pa prit, i kalum 100, 200, 500, o presh, 5 kilometra, o presh kjerë. O presh. Ndodhi pengesë në rrugë, ndodhi pengesë ku fe dikon atje, dëshun diçka, na këthy. Themi o Zoti ju, se pas ka shkru me shku. Tamam, se pas ka shkru. Pra edhe tek banesa. Ja ke nisë me bli banesën. E ke qenë një hap 20-30% 40%. Është ngushtu dje që jenë sprovë, por kemi e dalë. S'ka mundësi heq, kur gjithë këthemi parët, edhe ka që, onën ka matë nuk hi. Sepse a shef, momentin që vetë anë një këshilë, këtu si kurse tep me menuhat, se a ka në farë rrugdalje, me shku me hirë kredit ku ka matë. Jo nuk ka rrugdalje. Jo nuk ka. Ti Zotë një stuj, onë që të mundësi e kam. Të bëdhe një mundës për një përpjekje, po shqyrë për lipi bërqë. Që më gjonë dëkosh, së interes tem, për asë me konë interes tem. Të kje dhe dërtesa tjera, unë jesë pa banes. Andaj, unë ima që dëmtohen.
më shumë se sa ti. Ama fat, të kërkej bërç. Ndoshta Allahu me gjithë bërç, elhamdulillah lan. O mbyllë rruga borçit. Edhe këto me pagu s'ke mundësi, ose ka falem të firma ku jetin punë, ose të kanë qëtë punë e krejt, thua zotni, unë nuk me pagu më një herë, sepse s'pa mëj. Sepse ka ndryshu rrethonat. Andaj, mi këthë është të para Allah që përbleft, dhe banese shqytetër kujnë, ose gjatë ma fatin. Ama kredit me hijo. E nuk ban. Të kalojmë tek telefonata tjetër. I kemi në linja po. Selamu alaikum. Selam aleikum. Aleikum selam. Më përshëndetje juve. Edhe hoxhën e nderuar, të përshëndes shumë. Elhamdulillah që kena shëqër më Allah që kemi kësi njerëz i alose me detaj, edhe deshta më ja bo një pyetje. Po, ordoni. Jom hi kështu me punu në shtëpi, janë veç dy pleq, me kështu do me thonë, mja bu bukën edhe mja bu do punë që atë në shtëpi, va mu veç dy pleq, as s'kam djallë, as dy qika i tanë veç martume. Po? E 84 vjet i ko ploku. Ma shumë rënërat se qut, do me thonë, vëdin se shumë i vjetër. E unë jam me mbulis, e veç dishta m'ja bu hoxhës një pyetje, mi thonë se ka njëherë për m'bjen me pastru ato në shpi, do me thonë, jo me loen, në dore, jo që shtu, ka njëherë m'dohet pak me përvil mongt, a mo shumë pak, po m'dohet ka njëherë, e veç dishta me pyet hoxhën, a me i lonë që ashtu edhe të më lokëshin s'ka derta, a ko lidhjet që përveç pak, a mo shumë pak i qaj nalt? Qartë është Edhe pyetja? me vetë hoxhën, pa shami, se s'po di, as djerë më gabim aja, bën më po as bën. A dhe ujë me hikën në shtëpi, se është vetë qaj plak me qatë plak. Do të meni pas pak këshillën, i faleminderit që bëhet pjesë e këtij emisioni, përshëndesim, natën e mirë. Faleminderit shumë. Selamu alaikum. Pra i të në diaspor me gjas, Po duket që nga puna që e bën. Po keni herë Allahu në gjennet qoftë, o i motër muslimane, Allahu në gjennet qoftë. Keni herë, veç pak më duket dora, e kam gjëna, tani hop, apo më hek shamin. Po t'i pej dorës, shkohet e shami, o i muslimane, Allahu në gjennet qoftë. Nuk bën me hek shamin para borrave të huj. Pa më parasysh moshës. Nuk bën me hek shamin para borrave të huj. Nuk bën. E tash, këtë që është pjesa e parë, i laj dorët, ka pakën për vjelet, të fakut e lanë dorët ato ai nuk të shef se shpine ki pejtina. Ki shpinën. A nëpse në parim, dhe të lagën dorët, pa vrejtëm se kanë zë. Psa në s'bën. Tash me tra dikuna për ara me shku, e me hina për ujna për livadhe, a dhe me për jele festanin pejgjamet për mos më laga, e me t'i pahalë ka tje në 50 metra lërë kam të tuat, bardha si bora të janë. E jo, po flasë për muslimanëna, që i tu të zotit jo, këta që bojnë tërë në gjehnem e hi, që këtu deshen vetë, këtu që bojnë tërë për gjehnem, shtyjen, po, këtu bashku të lumi, po, bashku heqë, këtu bojnë tërë gjehnem 24 orë, këtu bojnë tërë, unë përshke e para, unë përshke e para. Po më s'kanë dërë se tëna kanë me shko dhe në zë, bëllë. Wallahi, bëllë kam ju dalë. Edhe tepër kam ju dalë, edhe për hunsh kam ju dalë. Jo më të rja, femra e ka obligim me rujt avretin e vetë o musliman. Allahu të rujt. E nëse nga njëherë pa dëshirë, pa, ose shkak varfëri, ose shkak pa kujdes, ose do këtë do një pjesë, kjo është që njëri mund të ndodhë nga pakujdesia, por qëllimisht nuk bën. Allah të rujtë, po. Vazhdojmë tutje, kemi telefonatën tjetër. Selamu alaikum. Po, dëgjohemi. Selam aleikum. Aleikum selam. E desha një pyetje hoxhës. Urdhëroni. Kjo është burri, jam do me pyet hoxhën, po thotë
Atë që 4-5 vjetë rënë ka prej kurban. Ka thirë kurban fakt edhe po thotë familja vetë nuk kanë prej se na i me do. E po thotë ajo shkon shpërblimi edhe atë nëse po thotë unë kur e kom thirë na mon edhe të familjes. Vllaznive tia, po? Po. Qartë është pyetja, faleminderit, ju përshëndesim, nëse s'keni pyetje tjetër. Po. Edhe për shembull dikush që thirr kurban edhe pyeteshin themelat shtëpijës. Qa bojnë edhe herë? Unë e di që o gjuna, por për ata që se din, një këshill hoxha më janë dhënë. Qartë është pyetja, faleminderit, ju përshëndesim, selam aleikum. Ka bojnë pa thëtë? Pyetja e dytë ata që thirrin kurban dhe hedhin në shtëpi, domethënë themel shtëpisë, zakonisht është adet. Qa hedhe? Gjakën e kurbanit ose kokën e kurbanit. Shtë tha? Po. Kjo është bënë është. Eudhu billah, kjo shirka. Me përdorin të tani kasuarika. E përdorin nga Sareka, përdorin nga një pjesë Maqedonisë, e përdorin disa vendet të Kosovës, e kanë përdor në rrafshën e Kosovës. Allahu na fal, e kanë bërë bidate, këto janë bidate të cilat e çojnë në shirk robin. Këto janë bidate të cilat e shpijen e çojnë në shirk robin. E që bie ja hupin ahiretin, ja rënojnë imanin. Edhe bashkë me iman, me besim, i rënohen të gjitha amele që ka bërë. O lejnë e shërek të lehabetan në ameluk. Kjo është majet kuranor. Allah dhe pejgamberit vetë ka thënë edhe ti sikur se Muhammed po të bësh shirk, po të bëjsh shirk, do të rënoheshin të gjitha veprat tua selimut të tjerët. Shirku krejt amelet mira që ke bën të rënën. Nga se është gjunahi më i madh që ka mund e bën robin këtë dynja. Derdhja e gjakut nëpër tembele është bestëtni e ilirëve të vjetër. Nuk është aset krishterëve e aset qifutëve. Mund të bëjnë krishterë, por se kanë pej vete, kanë trashëguar pej paganëve. Sikur se ne muslimanët, një pjesë e jone që kanë trashëguar pej paganëve, është rujtur edhe në periudhën kur kanë qenë të krishterë, edhe ka kalu tash edhe në periudhën kur janë musliman, por musliman ignorant gjahil, të cilët janë musliman me emra, e kanë identitetin e tyre fetar, si musliman, por sen Zotit prej feje nuk marrin vesh, as nuk din, as nuk praktikojnë. Ndoshta një kurban, ndoshta një sënëti, ndoshta një gjenaze, me 3-4 veprime kryjnë jetën ata. Siç ka qenë periudhën komuniste, 3 veprime, 4. Djalin me bëjë senet kur lind, me fe, krejt shqiptarët me bëjë senet, krejt, shqiptar musliman, tamam. Shumica atyne, kur e hidh anëra kanë shtim me hoq, tamam, 2. Dhe kur e dek, e kanë përcjell me hoq, 3. Ata që kanë pak më të ngritun, i kanë falë 2 bajrama, një herë më të mëtë. E një pjesë e këtyre që kanë falë bajrama, e kanë prej dhe kurban. Edhe një pjesë e këtyre kanë sadakat e fitrin. Sa bën e këtë një 5, këta më të ngriturit një 5 veprime. Po flasë për pjesën dërmuset popullës, po flasën për të gjithë. Po shumica po. Shumica nuk e kanë ditë dyrë kibla ka i bjen gjamisë. Apo? Shumica. E ta shka pret për qasoj gjendjeji që ka plë një popull, qka pret? Për pas që bëjnë veprime të pahishme, veprime ignorante, me pasojë katastrofale, duke munduar se po bëjmë diçka, veç i nin. Valla pëthojnë, që që kishën zanat, ish mirë në shta bënë me bo, qa me bo për qa është ajo? Po to është ashtë gjirgje 5 maj, 6 maj, me marë me stërpik, me rëp të shpise, me lidhë dë peje, do këta dion nëse pëthojnë. Imaginat. Me lidhë pejnë dorën kam, pejtë këtë që të bardhë, me stërpik me qitë pëmë në për qyshe, në për mytë dyre, këta dione, edhe me nxezë herët me në stërpik neve, familjarë, thmive me ujtë staftë. Për çka? Tja paganize për më kallë zënë mu shirkë, gjahiljetit ta, atë pa do këtë fetin bë bashkë, babab,
me bërë shtot popullit dreth e miell dhe bashka, ti le drithin që atje, miell e le që atje. Kush do dreth, urna. Kush do miell, urna. Çfarë përzi? Çfarë përzi? Kështu që pjesë e sajna, tanë që shtohen këto bidate, ne i quajmë bidate në shariat, është edhe çështja e të kthirja e kurbanit me stërpik me gjak, temelin e se marrën dikush fillon në një shtëpi, madje edhe kryte e kurbanit nga një herë me fut me rana temel dhe recet. Me të shku puna mirë, mos më lëndu punëtort, gjaku me i rujt. Gjaku. I cili është krijes. As nuk nin, as nuk sheh. Edhe në momentin që del gjaku, a i vdes tani, trashët. Vdesin qelizat. Qemet një mua. A ki tru, ato ka hargju krejt. A ki tru, tja, funksion trunin tënë. Gjak. Kështu që kjo është haram i madh, shumë i madh, dhe runa zëtë qëtë për i dinë e ropin. Ndërsa pyetja e parë me prej kurban për familje, e familje s'përin për veti. Nëse familjarët nuk kanë me prej. Ti je jashtë apo je mrena, por je ndonë edhe ke pasionie prej në vetë, mirë vllaznia nuk kanë, ti fut edhe ata. Për ndryshe, ata kanë pasioni me prej. Nëse jo se cili kanë, bashkë më bëjë prej, në një. E nuk dojnë me prej, kur gjë, dhe mesh më një qanë, për se vapës më një qanë. Mesh po. Që është e prejnë të ja që në gjysën, në një tretën, në sot dush, për se vapës më një qanë atyne. Te prejnë për veti dhe për familje ta në bën jetë. Kaq. Të rashkua për një blok marketingu dhe pastaj vazhdojmë tutje që ndronë me ne. Rikthehemi në studio për të vazhduar tutje me emisionin Rruga Ndriçuar, pra tek pjesa e dytë, edhe me tutje linja telefonike është hapur për të gjithë dëgjuesit dhe shikuesit tanë të cilët dëshirojnë të bëjnë pjesë e këtij emisioni. Kemi telefonatën e radhës, inkuadrojmë. Selam aleikum. Selam aleikum. Aleikum selam. Kam një pyetje për hoxhën, një djali ka lind para do ditëve, edhe kemi menduar një emër që quhet Matin. E deshta me ditë për hoxhës nëse e din nëse ka ndaj problema me avnukit emër. Unë e kom lexuar pak internet edhe nuk kom gjetë ndaj sen që është ndaj problem, përveç që e kom pa që është 99 atributet e Zotit i fort, diçka që është të lloj. Matin apo? Matin, po. Vajgull, faleminderit, natën e mirë. Faleminderit. Nuk thuhet matin, po metin. Jo, ta pëlezojnë gjënë angleze për t'i pështila këta vetë nuk bëdin që pëlezojnë që janë ka bojna. Ta në dhe shqiptarë të mënu kanë herë me apreshtat ku diun atje sa vetë zime shqiptuas. Se atje kur është me vë, kul huwa Allahu ahad, kul huwa Allahu, e bërë me W. Për le me W në të më nuk është të gjuhës të unë e bërë në vë. Nëse shkruan me shkruan e ti në bërë në vë. Edhe të eja dhe aja. Nuk thuhet matin. Po thuhet metin. Metin. Metin është për emra të Allahut. Rani është me qenë Abdul Metin. Gafur, Abdul Gafur. Rahim, Abdul Rahim. Hakim, Abdul Hakim. Është preferuar, për emrave që preferohet me janë gjitë, është në emrat të Allahut përmjashtu Abd.
Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Jabbar, Abdul Ghafur, Abdul Metin e kështu me radhë. Kështu që veç si emën, mund së më pëlqen ashtu. Pas. Këtyni që pëlqen me abd, se duke gjatë dhe shqiptarë nuk e thojnë. Kështu që s'pa thonë që haram, por unë e kësha në emën tjetër, jo veç me tin. Ose me Abdul Metin, ose në emën tjetër. Dhe të emët tjetër shumë Rahman, Rahim? Disa hahet, disa përbihen, se nuk është në rangut të preferuar, por nuk është edhe rangut të ndaluar haram. Nuk është rangut të preferuar sepse në thamë, këtë emrat Allahut këto, që janë Rahim, Gafur, Shakur, apo Shakir, rënesh me kanë Abdul Shakir, Abdul Shakur, Abdul Rahim, Abdul Samed, Abdul Basit, Abdul Baqi, Abdul Rahim, Abdul Rahman, thamë kështu me radhë. Por disa emra të Allahut janë vetëm të Allahut edhe asësi të asnjë krijese. Se fjala vija në Rahman. Rahman është veç Allahut. Nuk bën me qenë Rahman njeriu, se s'mund t'jetë Rahman. Ghaffar nuk bën me qenë robi. Allah. Baqi, të në thënë Baqi, nuk bën me qenë robi. Baqi është Allahu. Të më është me qenë Rabbi Baqis, e që bia Abdul Baqi. E jo Baqi. Se Baqi bjen i përhershëm. Kush është i përhershëm? Allahu. Samed. Samed është Allahu. Samed në aspektin gjysor i bie diçka që nuk ka brendësi. Diçka që nuk ka brendësi. Ai është Allahu. Nuk është insani, andaj themi Abdul Samed. Ose, emrat të tillë sa të dush, vërangët me emrat të tillë, të cilët robi jënë disa emra pra të veçantë që nuk bën me qenë robi vetëm Allahu. Por jënë disa të tjerë, si për shembull Rahim, Rahim bën. Nuk është të preferuar, por brenda rangut të lejuar. Brenda rangut të lejuar. Pse? Sepse Rahim, Latif, apo Latif, e Hakim, e shumë të tjerë, të këtij lloji të rangu, janë cilësi, të cilat mund të ketë krijuesi dhe mund të ketë krijesa, e përbashkëta e këtyre cilësive të krijuesit dhe të krijesës është emërtimi dhe kaq. Është emërtimi. Për shembull, Basir. Çfarë është Basir? Është shikimi. Ka emra shqiptar Basir. Besir. Ka emra. Tamam? Basir. Është shikimi. Allahu a shikon? Po. Robi a shikon? Po. Pra robi e ka cilësinë e shikimit, Allah e ka cilësinë e shikimit. Robi ka cilësinë e dëgjimit, Allah ka cilësinë e dëgjimit. Robi ka cilësinë e mëshirës, sepse robi mëshiron. E që është Rahim, Allah ka cilësinë e mëshirës. Por cilësia e mëshirës të Allahu, e shikimit të Allahu, e dëgjimit të Allahu, e butësisë të Allahu, e urtësisë të Allahu, nuk ka të përbashkë me robën përpas nemen, asgjë tjetër. Tamam? Pra disa emra, si mbas të gjithë ulemave, të pas kujdes robi nuk bën me mërtu e vladin tu. Emni Allah, emni Rahman, e kështu më radhë. Dërsa disa emra bën me mërtu, por është e lejuar, por ju e pëlqyer. Allah e shpërblet, vazhdojmë tutje, kemi telefonatën tjetër. Selamu alaikum. Aleikum selam. Por nëni.
pra një djallë dhe 3 ma spjegove shumë mirë për kur namazit, kur mund njëri ma zonti me falë. Tash, i ki mund ma spjegu kur mund mas herti me falë. Për shumë nëse është mindje djellit në ora 6, kur mund mas herti me falë sa bojnë, a mund 4, a 3 gjys, a 5 gjys, ma të herti që mund me falë. Të me thonë, sa ku para mindje si atë mindje cilët, ma të herti që mund me falë. Në rregull, ju përshëndesim, selam aleikum. Nëse s'ke pyetje. Po, po. Po, një motër një ditë me herët një kosh pyet në telefon për Banka Islame në Mani, thashtë t'ja letësoj pak ka te banka është, këtë bankë. Jep me licencë islame që jep që një më për shpine me vlejë. Gjermania? Po, Allah që përblej, faleminderit. Përsëritja edhe një herë. po, do më thonë, pa kamatë, pak se i ka normal me... Përsëritja emrin e Emrin e bankës. bankës. Ka te bankë, këtë bankë. Këtë? Këtë, A, këtë? Katër filiali ka Gjermani. është bashkëpunim me Katarën e Turqinë, po është këtë bankë. Këtë bankë. Në rregull, Allah ju shpërbleft, faleminderit shumë, ju përshëndesim. Kur Allah të është ndërroft. për namaz sabat, kur është mas herti me fal? Namazë sabat nuk ka mas herti mas voni. Mas voni bën me tha mas voni, po në aspekt figurativ bën me tha mas heri, po mbrana kohës vet. Mbrana kornizave. Fillimi sabahut, koha e parë e sabatit është kur hyn agimi i vërtet e që është agimi i dytë. Ndash me rëmë takvim, ndash nëse kia taftësi të vërejtuarit, dil një natyrë, kërë vera, jo kërë vrant, këthjeld, dhe jo në fshat ku ka shtëpia apo në qytet, ku ka drita apo në qytet, bë në fshat nëse është rësirë s'ka drita, kërësor me kanë ërtë, që më vrejt qili mirë, dhe filla një gjysore para se me hyje sabahu, të zami sabahën, themin gjys 4. Të që natën dil, ka në ora 3. Një 10 minuta të dohen ty desa të këthjellët syni pak të mësohet me rësirë. Së zakon e syni, kur del për dritës në rësirë, nuk është në gjendje me gjithë vetën e vetë. Nuk është gjendje truni. E do të pak kohë, për atë arsye, veç me tahmenicë. Veç me tahmenicë, se për që bjene në gropë, për që përshehet diçka, nuk sheh. Por me kohë, mas pak minutave, syri fillan me i vrejt gjanat. Nga se truni jep sinjal ati që ke për ty, që kjo është prezente, s'ka tjetër, më slip dritë, adaptohu me qitë erësirë. Dhe njerëzit këtu kanë jetu, njerëzit këtu kanë udhëtu. Për pas kur kanë erësirë shumë e madhe, e nalë, apo mjegull, apo për ndryshe, njerëzit kanë nesë natën, po deri varë. Kanë udhëtu ka 2 orë, kanë nesë njerëzit në për fshatra me shku, në punë, fabrika, të shtetit, kohën e komuniste, nuk ka pas mjetë të udhëtimit, natën kanë udhëtu gjinja. Derë. Për ty që këmë udhëtu natën jemi dhe onë. Kështë që i di këtë punë mirë që shkojnë. Nese, del me gjezë, pra para se me hi sabaho, një gjësore, del dikon në periferit fshatit, apo nëse ki në shpinë në vërtë, shikoj e djellin, e qilin, vërejtoj e qilin. Para se me hy mësakit, ta zonë thash, mërë mësakin që hin, ta zonë 3:30, hipotetikisë nuk i di sakt, le tjetë, themi që është, kushtimisht. Ti dil në 3, dhe shikoje. Qilin. Yjet, medita, bën të sbih, bën dhikër, se koha pjesa 3 të natës. Amo vëmendjen fokusoje lartë në qilë, në erësirë dhe në ndryqim. Apo rësohet, apo ndryqohet. Që të fokusohu. Dhe ullë dhe shikaj për pjetë, qilën. Kime vrejt, se kur të afrohet koha e sabahut, se si del një dritë, lindje përëndim.
lartë në qiell, jo dritë, por sikur se fillon me os dritë, ne themi ja fillon ferku. E ngushtë dhe e mbulon qiellin për së gjatë, po jo për së gjani. E që tepni për shtypje se këtu janë fillet e ditës. Filloj agimi, filloj dita. Shumë pak minuta zgjatë dhe tretet. Ktheje që shka qenë, madje edhe më ertë se që ka qenë. Të teorikisht e din, ta shpekqyr praktikisht, thot ta shëbo më tërë, më ertë se sa që ke më heret. Andaj, kjo pas ka qenë agimi i parë, është agimi rrejshëm quhet, sepse e rrenë synin e mashtran. Pra ta shta vëzhgoj agimin e vërtet, kalojnë pak minuta. Dhe ti e duke vëzhguar qiellin lartë. Dhe tash nuk fillon më pe lindës perëndim ngushtë e gjatë, por fillon lartë në krejt qiellin. Fillon pakës më dritë, e vrejnti. Dhe ta nëse lëshon synin poshtë dhe i shikon në objektet për rreth, fillon me i dallu. Me herët ertë, nuk e mujtë me i dallu, tash fillon thë qaj është les koka, qaj koka një pëmë, qaj koka. Me momentin që fillon me i dallu, dhe filloj nalë sa do pak ndryqimi, mu përhap, hyni kohë sabahat. Hyni, nëse e të hungër buk nale, dënë më falë, mund është më të shumë më falë. Por është të preferuar pak me pritë, për pas nësi e për rrugës janë. Prit pak, s'paku një 5 minuta, e që ta është dhejtë mërë shabdes e dhej, ose dhe thërë shazani, gati që e ku bëhet balë. Qëto, hyni sabah. Ose në kodë sotit me shta për takvimat, elhamdulillah, mirë është me këta, së këtë bota me ta pënan. Eshe që hyni sabah me takvim, nësi a fali sabahën dhe shkon punë, ose bërflejnë se kena i ta natën qotë. Atëherë kemi telefonat, inkuadrojmë, selamu alaikum. Aleikum selam, rahmatullah. Urnani, me pyetjen. Pyetje po ta kërkoja. Po, Po rast po të bëjmë me gjumo. Jam me smundje kronike dhe jam të para pregatit për të lanë të sebës, po ma kam preferu që të ruën për infekcione. Më rujt prej? Infekcione, po. Po, infekcione, po. Ali rëna prej gjumon, se dhe s'ka me më liru për gjumon, për mësë për folë gjumon, shka ku ka valla kështu që nuk e ka fërte ju me dhe më prezentuat. Edhe tyta, po dyre me prisë një sorin me gruhet, ka më obligim me bote e ose mos ka një në gjithë qysh. Pse me prish? Për shka të letrave, që më dhëtë mi bo letra për me dalë jashtë shtetit Kosovës për me bo transplantin e femës. letrat, më martu me dikant tjetër, apo? Urda? Më martu me dikant tjetër, apo? Po, për shka të letra, po. Shka të letra që më dhëtë me posë visë, me posë nga qëtërim, për shtetit e tjera, që për në yshe nuk po ka motësi. Se unë dhëtë me bo transplantin e femës gjithë qysh. Edhe ka ma patë shumë kërët. Një nga për gjëmohë. Qarë pyetje? Mos më folë, mos më prezentuar në shturë ma tjesë. Do të marrësh pas pak përgjigjet. Pasi si të prishi kulurën në letra, e këm obligim me shku të ëza me punë përseri që të kulurën në uë dhe jara. Me le të ëza me pos kulurë. Faleminderit për telefonatën, ju përshëndesim, selam aleikum. Do shta pyetja e dytë kema... Po, që është? Se kishte marrë shumë thjesht, ai se duket. Shumë thjesht, lumt. A pëshë njëri kër e një fejnë, a pëshë të shëdalove me njëherë, a i nuk e vrejti. A i nuk e vrejti. Nuk e vrejti, të e vrejti me njëherë. E dyta me aranë se e para. Nëse në kemë mundësi me falë gjumon,
Mjek ta ka ndaluar me dalë në publik, me përzime njerëz. Tash, mbetet një përpjekje jotja, mundësi. A bën ti me shku me mask, nëse të punojnë durt, nëse të punojnë shneta, kamt, nëse të punojnë, dhe ki xhamin afer. Me shku në fund, kur do m'ja nis ai imami hutbes. S'kine që me heret, një karrik me vetë, maskën, dorë zot. Së kun pandemi që dilë shumë. Edhe ulesh dikun skajt. Edhe në të gjën imamin. E falë farzën imamit, si t'jap selam që është e i të shpia, si flet kërkujna, vjen në shpetane. Po që se ka mundësi kështu, elhamdulillah. S'ka mundësi sepse ke probleme edhe me hecje, me fremarrje, ki gjami pak largë e tjerë, e falë drejk. E falë drejk të shpia. Edhe ke problemin para zgjidh. Problemi i dytë, me lëshu gru, me marrë një gru tjetër, me shku mjeku dikun. Kjo është prishja kërorës për letra që është thakë. Gruja nuk lëshohet për letra. Gruja nuk lëshohet për letra. Kurorë si kurorë, si dokument, certifikat dokument. Nëse mërë edhe vëzbëzët e prish, ose më shën X, ose më shën vula i zëtënia tje që ta prishë, ose e qkynë, ose kuptim qëfarë dush e prish, kuptim gjerë, që aje letër nuk ta prish të martesën. Por, kur që kesh me prish kurorën, aja tje oficiale për çka quhet, punëtore, administrator, ka me të pytë. Çka po dënë? Po du me lëshu grunë pëlshana? Po pëlshaj. E thu me gojën tane pëlshaj. Me momentin që e thu se po pëlshaj, apo e kam e lëshuar, apo e lëshova, gruja jote automatikisht është ndonë e piti. E mjetë e pagru. A i razi e mjetë pagru. E lëshove gru. është një qaj e ujë, mo. Nuk ka një qaj e yte. Andaj, nëse arrin ti që i smut, ti e masi e smut. Nëse arrin me bin ata ofiqara që ku dhe që tjede, ku dhjune, që me ta bo që të mirat aty. Me marë që ta, ose me vull, ose që shkëm përisha një qaj, ty bëni disha, në morën fyrë figurative, që në kuptim, kur me prish i bje me shkyu, ose ku ta dhjune. Mos mërë kjo kuptim të ngush, për kuptim gjerë. Nëse gjenë dikën 5 prej shprejhen, 5 cek shprejhen, paratina, se në lëshova, për lëshaj, e kam shu, jemi nda, dhe pra ki dëmës dëshmëri atje, kjo e para dëshysh mundet. Për ndryshe, nuk shohet gruja të veçare, se veçare nuk ta bën. Nuk e bën në veçari, pa e marrë deklaratën tënde, pa e në shkrutja të, onë për e lëshaje, ta në të lypë, sepse është çështje zyrtare, është e ka përgjësia, e ka emanetaj, unë nuk e besej që bashkë ashtu shkon. E pare, e dyta, do në martu me tjetërin. Ta shaj thuaj këmëtojsh me te, pa merë, pa të marë, më martu me gru të huj. Më martu me gru të huj. Ose nuk është të martun e dikon. Në mund që të martun për s'ka koror dhe, ose së është martun e heq, ta është bëhet gure jotja jo. Këtë në komplikime nuk jenë vogla. Këtë nuk jenë lehta këtë sene, fetarisht. Ndaj Allah ta letof ta mëse më ka lehtë. Tash nuk e di nga zhullau, por nëse është fjala për në Evropë, nuk kemi viza, pra është më lehtë, s'ka nevojë pas dokumenta me shku.
Pa ashtu çdo kush që ka probleme shëndetësore sa e dim ne të paktën, nuk ka nevojë pra janë dokumenta enkas që banë për me u shku duke jashtë vendit. Pra so shkosh me pas letrat. Tash me pas qenë kjo gjatë kohës sa ka pas probleme marr vizën e ku ta diun. Pa për Evropë kjo nuk vlen. Se veç po bëjmë si shpjegim pa dash me ditë. Po, pa dash me ditë. Allah të shëroft Allah. Amin. E bëni fort. Dhe nëse do ka harxhu jeta, ki me dek. Nëse do të hoxh. Po dhe nëse ka harxhu jeta, me zemër pa zemër. Nëse s'u ka harxhu rreziku, kemi jetu pasha Allahun, kemi jetu edhe gatë bavakia. Sepse robit pa jarë vdekja nuk i del shpirti. La ilaha illallah, të ngërih rrezikut, ngërih. Po të që në Amerikën, Australijën, Francën, Gjermanië, që në ndekën dhej, sepse ki jetë. Ki jetë. Kur të soset rreziku, s'ka kush mund dynja që mund të del krah. La ilaha illallah. Para vdekjes të gjithë njerëzit gjënjëzohen, dorëzohen, përhulen, ulin kokën. Krejt. Me musliman e jo musliman. Me të pasur, me të varfër. Me mbretënie, me qka ka njerëz këtë dynja, me ata që besojnë, ata që nuk besojnë. Kërë që është të vdekja, dorëzohen e ulin kokën të poshtë. Nuk, sepse janë të bindur se nuk kanë asë një kompetencë. Fundë, s'ka kush që e bën tjetërit. Allah të shëroftë, Allah të letoftë, ja Rabbi. Atëherë hoxhë, këtu e përfundojmë sonte emisionin Rruga Ndryshuar. Faleminderit shumë. Të nderuar miq, nesër në orën 12 është repriza në televizionin RTI. Ndërkaq përgjithsisht për ligjëratat, aktivitetet e hoxhës mund të ndiqni në aplikacionin Doktor Shevqet Krasniqi, po ashtu edhe në faqen zyrtare në Facebook Doktor Shevqet Krasniqi dhe po ashtu në YouTube e kështu me radhë. Ne do takojmë në emisionin tjetër të radhës.